Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, organizua në qendrën Kod në Kryeministri ekspozitën historike 100 vjet ciklizëm, përmes fotove të kohës, dëshmiveve, artefakteve, dokumentave dhe instalacioneve të ndryshme. Është risjellje e dokumentuar e gjithë historia e ciklizmit shqiptar, duke dëshmuar gjithashtu se ciklizmi është një nga disiplinat më të hershme sportive të ushtruara në Shqipëri. Ministri i Arsimit dhe Sportit, zonja Ogerta Manastirliu, në fjalën e saj, e quajti këtë ekspozitë një krenari të historisë së lavdishme të sportit shqiptar dhe se gjithçka e dëshmuar përmes dokumentave dhe fakteve është një vlerë e madhe e sportit. Një moment për të festuar, por edhe për të treguar atë që Shqipëria ka bërë sa i përket sportit, por edhe në veçanti të sportit të ciklizmit. Dhe është vërtet një ditë e rëndësishme për të falenderuar edhe një herë ata të cilët kontribuojnë çdo ditë në sportin e ciklizmit. Është i rëndësishëm jo vetëm incentivimi dhe promovimi i sportit për të gjitha moshat, por gjithashtu edhe motivimi dhe mbështetja që ne tashmë që në hapat e parë japim për sportin në shkolla. Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zoti Fidel Ylli, e vendosi theksin të arritjet e të gjitha gjeneratave të sportistëve të ciklizmit dhe se ekspozitat të tilla janë memoriale të kujtesës dhe vlerësimit për të gjitha ata që kanë kontribuar për këtë sport. Puna që ka bërë Skënderi bashkë me stafin e Komitetit Olimpik tregon më së miri për t'i dhënë vlerë sportit të ciklizmit, duke filluar nga fotografitë e Marubit të bërë në 1897 me ciklistë shqiptar në 1900, 1901 që i kene gjithë me Palok Nikën dhe gjithë figurat e ciklizmit ndër vite. Sporti është një aset shumë i çmuar në duart e qytetarëve shqiptar, është imazhi më i mirë që ka Shqipëria në botë nëpërmjet tyre figurave që sot kanë ardhur 3 breza kanë parë këtu të ciklizmit ndër vite. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, zoti Skënder Anxhaku, e cilësoi këtë ekspozitë si vlerësimin njerëzor dhe detyrim moral për të gjithë kontributin që kampionët e ciklizmit kanë dhënë ndër breza. Sot ka për të folur shumë, por unë nuk do zgjatem. Ktu janë njerëz që kanë qenë kampion në vite përpara dhe jemi sot në 2025. Duke filluar që nga 1925 deri sot në 2025 i kemi gjithë kampionët që janë të Shqipërisë, janë të rreshtuar atje në mur. Duke filluar 11 vjet me radhë Bilara Galliu, duke ardhur Besnik Musaj me 7 vjet, duke ardhur Hakim Tafili me radhë 6 vjet, familja Muriqi, një nga sportistat që për ta falënderuar që ka prur për herë të parë medaljen, në 2005 e ka prur Palio Zarka. Në ceremoninë e hapjes në qendrën Kod në Kryeministri, ishin të pranishëm shumë kampion të ciklizmit ndër vite, dashamirës dhe familjarë të tyre. Ky ekspozitë paraprin aktiviteteve të rëndësishme për ciklizmin në vitin 2025, që do të kulmojnë me 3 etapat e para të Giro d'Italia më 9, 10, 11 maj, që do të zhvillohen në Shqipëri, një ngjarje e madhe e cila është arritur fal kujdesit të veçantë të kryeministrit Edi Rama.